Do që në takim të nisma Shqipëria bëhet me qytetarët në Laprak, vjojmë tani me një informacion tjetër. Inteligjenca artificiale tek bizneset ishte në fokus të summitit AI Business. Eventi kishte në fokus transformimin ekonomik përmes inteligjencës artificiale dhe u organizua nga shoqata e biznesit grek në Shqipëri në bashkëpunim me kompaninë ndërkombëtare të konsulencës greke. Shoqata e biznesit grek në Shqipëri në partneritet me Accenture Greqi, një kompani multinacionale globale e shërbimeve profesionale, organizuan eventin AI Business Summit ku përcollur njohuri mbi mënyrat se si mund të transformohet biznesi duke përdorur teknologjinë e inteligjencës artificiale. Qëllimi i këtij eventi ishte që të tregojë se si teknologjia e përparuar e kombinuar me kreativitetin dhe inovacionin njerëzor mund të përdoret në mënyra reale dhe me ndikim, duke i kthyer idet në zgjidhje praktike dhe zhvillim. Shqipëria ka nevojë për një strategji kombëtare për AI, por edhe një kuadër ligjor, të cili do promovojë inovacionin dhe teknologjinë, por do mbrojë edhe përdoruesit. Ne shoqat biznesin grek, të cilët jemi këtu operojmë mbi 20 vite, duam me këto summite dhe me këto iniciativa të ndihmojmë anëtarët tanë me informacion, me networking, edhe me lidhje me ekspertët e nivelit të lartë, si janë ekspertë në Accenture, të cilat duan të zbatojnë AI në biznesin e vetë. Sepse, si thash, bizneset pjesa më e madhe 90% janë biznese të mesme dhe të vogla. Unë mendoj se jetojmë në epokën e inteligjencës artificiale. Të gjitha profesionet do të ndikohen prej tij dhe ne po përpiqemi të drejtojmë organizatat e mëdha që të navigojnë përmes këtij ndryshimi. Pasi kemi kaluar vitet e para të eksperimentimit me inteligjencën artificiale, tani është momenti kur të gjithë po përpiqen të marrin përfitimet nga këto udhëtime përmes transformimit. Kjo është një mundësi për të rishpikur biznesin, duke i trajnuar punonjësit për epokën e re. Mbështetësi i këtij eventi ishte edhe Raiffeisen Bank. AI po formason mënyrën se si ne sot punojmë, se si ne sot jetojmë, dhe ajo është e ardhmja. Bankat janë një nga industritë të cilat po përfitojnë më tepër nga ky transformim digjital dhe inteligjent, qoftë në menaxhimin e riskut, në përvojën e klientit dhe në shumë fusha të tjera. Në këtë event morën pjesë mbi 150 pjesëmarrës nga anëtarësia e shoqatës së biznesit grek, përfaqësues të institucioneve qeveritare dhe vendimarrës, të cilët u informuan dhe morën trajnime të detajuara mbi mundësitë e shumta që ofron AI, se si mund të integrohen këto njohuri në operacionet e përditshme të biznesit, se si ato mund të kontribuojnë në zhvillimin e mëtejshëm të bizneseve të tyre.